لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Një nga detyrat apo detyra kryesore që është mbi çdo detyrë tjetër është edhe njohja e Allahut, sepse ai është i vetmi i cili nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij, atij i përkasin emrat më të bukur edhe cilësitë më të përsosura. Ai u ngrit mbi arshin e tij ashtu siç i takon madhërisë së tij. Nuk i fshihet asnjë bisedë e fshehtë, e largon fatkeqësinë, e ngushëllon zemrën e pikolluar, zbret qetësinë në shpirtra. Ai është ndihmësi dhe mbrojtësi më i mirë. Ai e di atë që thuhet haptazi dhe atë që fshihet. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Tek ai janë çelësat e së fshehtës, ato nuk i di askush tjetër përveç tij. Ai di çka në tokë dhe në det, nuk bie asnjë gjeth pa e ditur. Ai asnjë kokor në errësirat e tokës, asgjë e njom e as e thatë, vetë se është e shënuar në librin e qartë. Allah është ai i cili përgjigjet atij që e thërret, e dëgjon të sëmurin dhe ankesën e tij, e di gjendjen e atij që është në hall dhe lutjen e fshehtë të tij. I vjen në ndihmë të dëshpëruarit kur ai thërret: O Zoti im, e kur sprovat zbresin njëra pas tjetrës dhe fatkeqësi të rëndojnë mbi njeriu, zemra ngushtohet e sytë mbushen me lot, por mjafton një çast para derës së Allahut, një lot në sejdën para tij, një meditim mbi një ajet të librit të tij, e ai të fut në mesin e të dashurve të tij, të furnizon me begati të madhe, e ujitë zemrën tënde me shiun e mëshirës, ta pastron atë dhe ta bën të shëndetshme, zbret mbi ty faljen e tij, të mbulon me kënaqësinë e tij dhe të fut në mëshirën e tij, duke të bërë të shijosh mirësinë e tij. Atëherë gjen ëmbëlsinë e jetës, qetësinë e zemrës, prehjen e shpirtit, shërimin e plagëve dhe shëndetin e shpirtit. Kush tjetër përveç Allahut të udhëzon kur humbet? Kush të shëron kur sëmuresh? Kush të ushqen kur ke uri? Kush të jep për të pirë kur etja të mundon? Kush të pasuron kur varfërohesh? Kush të jep siguri kur frikësohesh? Kush të ndihmon kur luftohesh? Kush kujdeset për ty kur ke nevojë? Kush të mëson kur ti nuk di? Kush të drejton kur ti devijon? Kush të ndriçon rrugën kur hutohesh? Kush të përqafon me mëshirën e tij kur ndihesh i humbur? Kush të bën shoqëri kur ndihesh i vetmuar? Kush ta shëron zemrën kur thyhet? Kush t'i bashkon copat e saj kur ajo coptohet? Kush do të ringjall pasi të kesh vdekur? I vetmi Allahu, i cili të ka sjellë çdo të mirë dhe ka larguar prej teje çdo të keqe. Askush nuk mund t'i kundërvihet gjykimit të tij, ndërsa ai u jep mbrojtje robërve të tij. Ai nuk pyetet për atë që vepron, por njerëzit do të pyeten për atë që ata veprojnë. Ai është madhështori, i larti, i madhi, i vërteti,
dëgjuesi dhe shikuesi. Ai e largon pikëllimin, e zhduk brendën, e shëron dhimbjen, e fal robin për mëkatet që ka bërë dhe zbret mirësinë e tij të pakufishme. Ai është zotëruesi i bujarisë, mirësisë, dhuntisë dhe fisnikërisë. E sa herë që nata e dhimbjes është zgjatur, pasaj ka ardhur agimi që shpërthen gëzimin në zemrat e robërve. Sanet kanë kaluar zgjuar, me sy të përlotur e zemër të trishtuar, por kur jesh lutur atij, Allahut, që e di gjendjen e tij, kraharori ju zgjerua dhe zemra ju qetësua. Ai është Allahu që zbret shiun, rrjedh lumenjt, lëviz anijet në përdete, e mbështjell ditën me natën dhe natën me ditë. Ai është Allahu që krijoi krijesat dhe e shtriu furnizimin e tij. Ai e udhëzon foshnjën drejt gjirit të nënës sapo lind, e ringjall tokën pas vdekjes së saj me shiun e tij. E lehtëson çështjen më të vështirë pasi është rënduar dhe e këput litarin e fatjesisë sado i fortë të jetë bërë. Ai është Allahu, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Ai e bën të lehtë atë që duket e pamundur, e frymëzon nxënësin me përgjigjen e saktë, e mbulon robin me mëshirën e tij si dhuratë dhe mirësi, dhe ja shtyn afatin mëkatarit në mënyrë që të pendohet e të kthehet tek ai. Ai krijoi gjithçka që gjendet në qiej e në tokë me fuqinë e tij, dhe çdo gjë e drejton sipas urtësisë së tij. Tokën e forcoi me malet e palevitshme dhe me Kur'anin zbut zemrat e ngurta. Dëgjo se çfarë thot i madhëruari, ndërsa përmend mirësitë dhe begatitë e tij. Amman khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala lakum minas samai ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Allahu thot, është ai që krijoi qiejt dhe tokën, dhe zbriti për ju nga qielli ujë, me të cilin bëm të mbin kopshte të bukura. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Është ai që e bëri tokën vend banim, vendosin e të lumenj, e përforcoi me male. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Është ai që i përgjigjet të dëshpëruarit, kur ai e thërret dhe ja largon të keqen. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Është ai që ju udhëzon në errësirat e tokës dhe të detit. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Është ai që e fillon krijimin e pastaj e përsërit atë dhe ju furnizon nga qielli dhe toka. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Ky është Allahu. Këto janë mirësitë e tij.
Kjo është fuqia e tij. A ka të adhuruar tjetër krahas Allahut? Askush nuk mund ta vlerësojë madhështinë e tij ashtu siç e meriton, dhe askush nuk mund ta lavdërojë atë me lavdërimin që i takon. Dridhen gishtat, thahet boja, mendja mbetet e hutuar dhe buzët mpihen kur njeriu përpiqet ta lartësojë atë. Edhe sikur detet të bëshin bojë, edhe të gjitha pemët lapsa që shkruajnë për madhështinë, krenarinë dhe pushtetin e tij, nuk do të arrinin asnjë pjesë të vogël të lavdërimit që ai meriton. Sepse ai është Allahu. Prandaj ne nuk duhet t'i friksohemi të ardhmes son, nuk duhet të qajmë për të kaluarën tonë, dhe nuk do të përtypim hidhërimin e së tashmes. Sepse ai është Allahu, me të marthet nuk do të na shqetësojnë, hijet e frikës nuk do të na sundojnë, dhe nuk do të fundosemi në detet e errësirës. Sepse ai është Allahu, atij do t'i drejtohemi me lutje, tek ai do të mbështetemi dhe para tij do të shpallim për ulësinë dhe nevojën tonë. Ai është Allahu i cili ta ka nështruar gjithë krijimin për dobinë tënde, të ka zbritur ndihmën e tij, të ka përfshirë me kujdesin e tij dhe të ka ruajtur me mbrojtjen e tij. Ai është Allahu i cili të udhëzoi ta njohësh atë, të edukoj me edukimin e tij, të mbuloj me mirësitë e tij dhe të begatoj me dhuntit e tij. Ai është Allahu i cili të bëri pjesë të ummetit më të mirë. Mirësitë e tij ndaj teje janë të panumërta. Ai është zotëruesi i dhuntive dhe i mëshirës, i fal gabimet, i mbulon të metat dhe pranon pendimin. Ai është Allahu, zotëruesi i ndëshkimit të fortë. Ai e fillon krijimin dhe e rikthen atë. Ai është falësi i dashamirësi, zotëruesi i arshit të lavdishëm, që vepron çfarë të dojë. Si mund të dëshpërohesh kur ai është zotëruesi i gjithë fuqisë? Si mund të humbasësh shpresën kur ai është Zoti i bujarisë? Si mund të friksohesh kur çdo çështje është në dorën e tij? Si mund të trembesh kur ai është sunduesi i gjithë fuqishëm? Sa do e madhe të jetë sprova që të godet, edhe sa do të rrethohesh nga vështirësitë, përpiqu ta lutësh Allahun me përullësi dhe sinqeritet, pastrohu me ujin e abdesit, ngrihu para tij në orët e fundit të natës dhe kërkoje me zemër të penduar e me sy të përlotur. Nuk do të kthehesh duar bosh, përsa kohë që ke istighfarin, për ulësinë dhe kthimin e sinqert tek ai. Nuk do të privosh nga mirësia, përsa kohë që pret hapjen e tij të madhe dhe ke besim të plot në premtimin e tij fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Çdo njeri të cilit i pranon gabimin tënd ndaj tij, zakonisht të bie dhe vlera në sy të tij, ndërsa kur ja pranon gabimin tënd Allahut, nuk pret prej tij vetëse mëshirë, bujari, falje dhe kënaqësi. Në një hadith qudsi Allahu i lartësuar thot: robi im e kuptoi sa i ka një Zot që fal mëkatin, por edhe ndëshkon për të, prandaj unë ja fala robit tim. Çdo kujt prej njerëzve që i ankohesh, me kalimin e kohës fillon t'i rëndoj ankesa jote.
ngushtohet prej saj dhe ndoshta nuk I intereson më gjendja jote. Ndërsa Allahu e dëgjon ankesën tënde, e di atë që fshe në zemër, I përgjigjet thirrjes sate dhe kujdeset për ty. Çdo njeri para të cilit qanë mund të shohë me nënçmim ose të bjerë vlera jote tek ai. Por kur qanë përpara Zotit tënd, ai zbret mbi ty kënaqësinë e Tij, të nderon me faljen e Tij, ta lartëson pozitën tek ai dhe madhëron çështjen tënde. Mos u shqetëso për furnizimin, sepse Allahu është Ar-Razzaq, furnizuesi. Mos u frikëso nga armiqt, sepse Allahu është El-Kafi, ai që I mjafton robit të Tij. Mos e humb shpresën për shkak të sëmundjes, sepse Allahu është El-Shafi, shëruesi. Mos u dëshpëron nga varfëria, sepse Allahu është El-Ghani, I pasuri që nuk ka nevojë për askënd. Mos u thyej nga plagët e jetës, sepse Allahu është ai që I ndreq zemrat e thyera dhe I rregullon gjërat. Mos u anko nga errësira e rrugës së jetës. Do të lind drita, prandaj ki besim tek Zoti yt, ai që ndriçon lindjen dhe perëndimin. A mos vallë nuk është I aftë të ndriçojë edhe zemrën tënde? Ai është Allahu që të udhëzoi në Islam, të bëri të kuptosh dispozitat e fesë, të largoj nga harami edhe të shëroj nga dyshimet. Ai është Allahu që të ruan nga përpara e nga pas, nga e djathta e nga e majta, nga lartë e nga poshtë. Ai është Allahu që mbuloi të metat e tua, që të mos përhapeshin mes njerëzve, të veshjin me petpun e devotshmërisë, I cili është veshja dhe stolia më e mirë, të frymëzoi me vendimin e drejtë në çastet më të vështira dhe të bëri të fortë përballë fatkeqësive. Ti nuk ke tjetër mbrojtës e as ndihmës përveç Tij. I lartësuar qoftë Allahu, ai sheh të gjitha çështjet e tua, nuk ka askënd të barabartë me të, as të ngjashëm, e as të përngjashëm, e as rival për të. Ai di fshehtësitë e çdo gjëje dhe atë që mbajnë kraharorët, atij takon sundimi dhe falënderimi, dhe ai është I fuqishëm mbi çdo gjë. Çdo fitim I vërtet është tek ai. Ai është burimi I çdo të miret. Ai ka falje të pakufishme. Ai është zotëruesi I mirësisë së madhe. Mos e kërko suksesin, ndërkohë që je larguar nga rruga e Tij. Si e kërkon shpëtimin, ndërkohë që nuk ja kërkon me vendosmëri Atij, nuk do të shpëtosh edhe sikur të provosh 1000 rrugë. Si e kërkon xhenetin kur nuk e marr mburoj nga dënimi I Tij? Si e kërkon udhëzimin ndërkohë që dëshiron të jesh I zhytur në humbje? Por drejtoju Atij me sinqeritet dhe pendim, dorëzohu me përullësi në pragun e mëshirës së Tij, duke shpresuar përgjigjen. Dije se dyert e Tij janë të hapura për çdo kërkues. Ai I afron të dashurit e Tij dhe u përgjigjet atyre që e kërkojnë. E lutim Allahun e madhëruar t'i mbushë zemrat tona me madhështi, frikë, respekt, dashuri për të. Na udhëzoj dhe na përqendroj në rrugën drejt Tij. Na ruaj dhe na mbroj nga çdo fjalë, nga çdo vepër, nga çdo gjendje e zemrës që na largon prej Tij. E lutim Allahun e madhëruar të na bëjë neve nga të dashurit e Tij dhe të na mbuloj edhe ai me mëshirën dhe dashurinë e Tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأقيموا الصلاة